Të nderuar vëllezër besimtar, jemi në fillim të muajit ose të vitit hijri. Besimtarët dashur vëllezër zakonisht trajtojnë ose përkujtojnë një ndër ngjarjet më të mëdha që ndodhen në historinë islame. Ajo është hijreti i Profetit alayhi salatu wasalam, pikërisht në këtë muaj, dhe me të drejtë besimtarët e kujtojnë hijretin nga se ishte ngjarja e cila bëri dallimin mes të kotës dhe të mirës, respektivisht është ngjarja ku rifilloi Islami, ndoshta nëse mund të themi prej fillimit, sepse ato e morë edhe një kahje tjetër historia islame, rrjedhimisht shteti islam. Ne nuk do të flasim për hijretin e zakonshëm të dashur vëllezër besimtarë, i cili është hijreti, është largimi prej një vendi në një vend tjetër në mënyrë fizike. Thot Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, el-hijratu hijratan, hijreti është dy llojesh. Hijreti i parë është hijratun min beledin ila beledin akhar. Hijreti i parë është braktisja ose largimi, shpërngulja prej një qyteti në qytetin tjetër, ose prej një vendi në vendin tjetër, me njetë mu largu prej ati vendi ku nuk respektohet, nuk mundet mu majt feja Allahu subhanahu wa ta'ala, në vendin ku ka hapësirë me praktiku din Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ky lloj hijreti është vëllezër, këtë hijret e ka bërë Profeti alayhi salatu wasalam prej Mekës në Medinë, dhe vlera e tij është jashtëzakonisht e madhe. Dhe ky është flitet shumë për të, dhe rregulla dhe shpërblimi i tij dihen. Por dashur vëllezër besimtarë, lloji i dytë i hijretit, të cilin e përmend ky dietar i madh, i cili është ndoshta thelbësori për hijret, është kurse hijreti i dytë ose lloji i dytë i hijretit është hijratul qalb, hijreti i zemrës. Hijreti i zemrës, që besimtari me bë hijret me zemrën e tij tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Me bë hijret tek Allahu subhanahu wa ta'ala me zemrën tonë. Realisht këtë hijret Profeti alayhi salatu wasalam e bëri para se me bëj hijretin fizik prej Mekës në Medinë. Andaj kjo don të thotë që besimtari ju nënshtru me zemrën e tij vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Mos me adhuru vetëm Allahun, mos me dash vetëm se Allahun, mos ju nënshtru zemra besimtarit askujt tjetër vetëm se Allahut. Mos me punu për dikon tjetër vetëm se për Allahun, mos me pas frikën zemra besimtarit vetëm se për Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky është hijreti i zemrave. Dhe ne sot të dashur vëllezër besimtarë në kohën e sotit kemi shumë nevojë për aplikimin e këtij lloji të hijretit. Sepse përmisu zemra, për pa bërë zemra hijret tek Allahu subhanahu wa ta'ala, gjymtyrët nuk ndryshojnë, gjymtyrët nuk bojnë, trupin nuk shkon. Andaj Ibrahimi alayhi salatu wassalam, abul anbiya, baba i profetëve, thot inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Unë po bëj hijret tek Allahu, pejgamberi Allahut azza wa jall, pra nuk jam i kënaqur me atë që bën populli im. Nuk jam i kënaqur me gjendjen që bëhet me mëkatet. Po bëj hijret te Allahu azza wa jall, kurse profeti alayhi salatu wassalam thot wal muhajiru, thot el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman është ai nga dora dhe gjuha të cilit janë të sigurt muslimanët. Musliman i vërtet është ai njeri që muslimanët janë të sigurt për gjuhës, për sherrit të gjuhës dhe dorës së tij. Por nuk i lëndon muslimanët as me gjuhë,
as me dua, me gjymtyr. Wal muhajir, kurse muhajir, ai që bën hijret, thot është men hajara dhunube wal ma'asi, thot është ai që i bën hijret e mëkatet dhe gjënohet. Apo dën me bo hijret në kohën e sotit, apo e dën shpërblimin e hijretit duke qenë në vendin tonë. Bën hijret alkoolin, bën hijret kreditin, bën hijret komatën, bën hijret gënjeshtrin, bën hijret mashtrimin. Pra braktise. Gratë ndëruara, motra tona besimtare, apo dojnë hijret me bo. Keni frikë Allahun. Keni frikë Allahun. Sepse kjo veshje nuk ju ka hije muslimanëve, madje nuk ju ka hije as pa besimtarëve, e lere me besimtarëve muslimane. E lere me atyre që falen, ndoshta agjerojnë dhe në haqkojnë. E Kur'an lexojnë, nuk ju ka hije kjo veshje që për veshin gratë tonë. Apo dënë hijret, apo dënë shpërblim, bënë hijret me katet, bënë hijret gjënohet, bënë hijret veprave të këqija, bënë hijret mendjematësis, pra praktise mendjematësin, bënë hijret veprave që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk i dënë, sepse kështu hijretin vend të qënë. Inne fil gjesedi mudgha, në trup, thot profeti alayhi salatu wa salam, është një copë mishi, nëse ajo prishet, krejt trupi prishet. E nëse ajo thot ndrejqet dhe përmisohet dhe hijret bënë të Allahu, shkon dhe të Allahu drejtohet, dhe Allahu t'je nështrohet, dhe Allahu t'ja ka frikën, dhe prej Allahu t'i vjen mare, i vjen turp, thot ndrejqet krejt trupi. Andaj nëse po bojmë ka shumë e kate dhe haptazi, problemi është në zemrat e dashur vëllezër besimtar. Problemi është në zemrat e dashur vëllezër besimtar. Qysh nuk ka frikë, qysh nuk ka turp, një besimtar dhe një besimtare që thotë ashhadu an la ilaha illallah, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i Tij. Qysh nuk ka marrë pastaj me dalë zhveshën rrugë publikisht? Qysh nuk ka marrë pastaj me shku në ndeti më zhvesh publikisht? Qysh nuk ka marrë pastaj me marrë fëmijët, gruan, nanën, babën dhe me shku në thojza me pushu? Thuaj se ka koreq. Hijreti zemra që vëzër është shumë e rëndësishme. Zemra do të më kthy te Allahu. Pa u kthy zemra te Allahu, pa nënshtrimin e zemrës, pa përmirësimin e zemrës, pa rregullimin e zemrës, pa udhëzimin e zemrës, pa hijretin e zemrës nuk përmirësohet trupi, nuk përmirësohen gjymtyrët. Andaj kemi nevojë dashur vëllezër besimtar me apliku në këtë fillim të vitit të ri hijri. Këtë hijret që Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala thotë, është hijreti thelbësor, e që hijreti fizik pastaj thotë është si rezultati i hijretit të zemrës. Allahu na përmirësoj të Rabbul Alamin. Allahu na mësoj se Allahun me besu prej nifakut, kufrit, bidatave me zemër dhe me trup mu largu, prej veseve të këqija mu largu, prej gjunaheve dhe veprave të ndyta dhe të ndaluara hijret me ba dhe prej tyre mu largu. E Allahumma na udhëzoj ya Rabbul Alamin me trup dhe me shpirt dhe me zemra. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.